Edhe bashkëpunim me BDI-n edhe në qeveri nuk shkon, kështu ka deklaruar sot zëvendës kryeministri Izzet Megjiti duke komentuar pozitën e ministrit të shëndetësisë Arben Taravari në qeveri pas përplasjeve brenda koalicionit Vlen. Megjiti i bëri thirrje edhe një herë Taravari që të vendosë nëse do të bashkëpunojë me BDI-n apo do të mbetet në Vlen dhe në qeveri. Është legjitime dhe ka të drejtë të bashkëpunojë me BDI-n, por në atë rast duhet që ta sqarojë, të mos turprohet dhe të kalojë në atë tabor. Bashkëpunimi me BDI-n dhe bashkëpunimi me Vlenin nuk është i mundur. Bashkëpunimi me BDI-n dhe të vazhdoj të jetë në qeveri, mendoj se nuk shkon. Duhet të përcaktohet, nuk duhet të harrojmë se ato 107.000 vota i kemi marrë me premtimin para qytetarëve se do ta sjellim ndryshimin, do ta sjellim rotacionin, pluralizmin, demokracinë në kampin politik shqiptar. Pra është devijim nga premtimi që e kemi dhënë. Ai ka konfirmuar se do të ketë takim Taravari me kryeministrin, megjithatë tha se nuk janë diskutuar detaje teknike nëse në këtë takim do të marrë pjesë edhe koalicioni Vlen. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetai, i cili vjen nga radhët e ASH-s, tha se nuk ka asnjë plan për ndryshim të pozicioneve në qeveri. Ai po ashtu konfirmoi se kryeministri Hristijan Mickoski do të ketë takim veçmas me partnerët e koalicionit. Bashkëpunimi vazhdon në kuadër të qeverisë, hiç më larg se dje kishim seancë qeverie ku nuk u ngrit as edhe një shqetësim. Pra vazhdojmë të bëjmë punën tonë, sikur nuk ka ndodhur asgjë, dhe besoj i keni parë po ashtu raportimet në media se gjatë ditëve në vijim do ketë konsultime kryeministri veç e veç me partitë, me koalicionin Vlen, me Aleancën për Shqiptarë dhe partnerët e koalicionit SISDAM, të cilët po ashtu janë prononcuar me sa kam parë gjatë ditëve të fundit. Për momentin nuk ka ndryshuar asgjë deri në konsultimet që pritet të ndodhin ditëve në vijim. Kujtojmë se Alianca për Shqiptarët krau i Taravarit vendosi javën e kaluar që të dalë me lista të veçanta për këshilltar në zgjedhjet lokale edhe përkundër paralajmërimeve të Vlenit se kjo gjë është e papranueshme për ta. Pas kësaj, liderët e Vlenit u mblodhën në një takim ku nuk ishte i ftuar Taravari dhe konstatuan se me këtë veprim ASH është vetë përjashtuar nga koalicioni Vlen. Në takimin që do të zhvillohet me kryeministrin pritet të vendoset nëse ASH-ja e Taravarit do të vazhdojë të jetë edhe më tej në qeveri.